تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka e udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetat tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin dhe komentimin e librit të çmuar El Adabul Mufrad të autorit, imamit Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën e radhës ku ka thënë autori rahimahullah, bab al-aqlu fil qalb, do të thënë temë që thot mendja është në zemër. Ka thënë pra Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول. Do thot transmeton Imam Bukhari me këtë zinxhir deri te Iyad ibn Khalifa, i cili thot se në ditën e Sifinit e ka dëgjuar Aliun radhiyallahu anhu duke thënë: Innal aqla fil qalbi wal rahmata fil kabidi wal ra'fata fit tihal wan nafasa fil ri'a. Ka thënë mendja është në zemër, mëshira është në mëlçi, butësia është në shpënetk dhe fryma është në mushkri. Do të thënë, kjo është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, që thotë se për këto çështje, do të thënë mendja ose logjika dhe aftësia të menduarit dhe të logjikuarit është në zemër. Dhe kjo është tema për cilën flet autori rahimahullah. Dhe ka thënë edhe për këto çështje tjera, do të thënë mëshira në mëlçi, butësia në shpënetk dhe fryma në mushkri, siç është e njohur. Pra këto çështje kanë të bëjnë me punët e ghaibit, për të cilat flitet vetëm në bazë të shpalljes, dhe nuk shikohen këto çështje me shikim materialist. Pasi pasuesit e materializmit, domethënë, kanë mendime të tjera, edhe nuk i marrin parasysh fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e vërteta e padyshimt është ajo që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet, se mendja e njeriut ose logjika, aftësia të menduarit dhe të logjikuarit është në zemër dhe nuk është në tru, siç thonë, domethënë këta që kanë shikim materialist të dunjas, të botës. Dhe për këtë argumentojnë disa ajete edhe gjithashtu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Domethënë, pse nuk ecin nëpër tokë, pra mosbesimtarët, dhe të kenë zemra me të cilat logjikojnë. Domethënë, zemër me të cilën logjikojnë. Kjo tregon se logjika për të kuptuar të vërtetë gjendet në zemër.
Nuk është kjo vetëm inteligjenca për t'i kuptuar çështjet e dukshme. Domethënë ajo që dallon që bën njeriu si thon qenje të vetëdijshme. Nuk është puna vetëm për këtë, po është për kuptimin e vërtet të çështjeve. Pasi Allahu ka thënë për mosbesimtarët, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, do thot ata din atë të dukshmen prej jetës së kësaj bote. E din të dukshmen e jetës së kësaj bote. Kurse për ahiretin janë plotësisht gafil. Edhe ka thënë në ajetet tjera Allahu se ata nuk logjikojnë, nuk kanë mend, nuk kuptojnë. Do të thënë këto janë të përsëritura shumë. Dhe për këtë kuptim, pra ka thënë Allahu se është ky kuptim ose kjo logjik dhe mendje është në zemër. Ka disa prej njerëzve që janë të sprovuar, do të thënë kanë rënë në sprovën e materialistëve, edhe ku e shëntrojnë atë që e quajnë ata shkencë. Kjo është tjetër tema, është me të vërtetë ajo shkencë ose nuk është, por ata e bajnë shkencën e bajnë perëndi, të adhuruar. Edhe gjithashtu e quajnë shkencën si Zot. Dhe ka disa prej muslimanëve, edhe që i thonë vetes mendimtar, ose madje i thonë disa dietar vetes, edhe mundohen patjetër ta përshtatin Islamin me ato që thonë shkencëtar mosbesimtar. Edhe thonë se mendja është në tru. Dhe kur i thuhet se Allahu ka thonë lahum qulubun la yafqahuna biha, ose këtu do thotë siç është në ata jetë, pra kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, edhe këtu thotë sikur të kishin udhëtuar ata nëpër tokë dhe të kishin pasur zemra me të cilat logjikojnë ose mendojnë mirë. Ata thonë se zemra është në tru. Do thotë pra qëllimi i fjalës zemër këtu, qalb, do më thënë është për qëllim mendja që është në tru. Mirë po këtë e rëzon poshtë ajeti tjetër, ku ka thënë Allahu, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fi s-sudur. Do më thënë, nuk verbrohen syt, por verbrohen ose atyre u janë verbruar zemrat që i kanë në gjokse. Do më thënë, kjo është ajeti drejt për drejt dhe i qartë se ata me zemrat e tyre nuk kuptojnë dhe bëhet fjalë për zemrën që është në gjoks. Edhe kjo është vendi i logjikimit dhe meditimit dhe i thellimit në kuptim. Pasi kuptimi i vërtet patjetër e çon njeriu që ta veçojë Allahun krijuesin me adhurim. Edhe mendja e vërtet edhe shëndosh e bën njeriu që të brengoset dhe të punoj për ahiret, për jetën e përhershme, dhe jo vetëm për atë që është e dukshme dhe e shkurt në këtë dynja. Prandaj gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Do të thonë në trup ka një copë mishi, që kur përmirësohet i gjithë trupi, dhe kur prishet i gjithë trupi. Do të thonë është për qëllim përmirësimi dhe prishja në aspektin e moralit dhe veprave. Thotë nëse pra kjo copë mishi ka thënë ala wa hiya al-qalb. A dini se kjo është zemra. Do të thonë kur zemra përmirësohet me besim dhe bindje dhe nënshtrim dhe Allahut, atëherë gjithë trupi përmirësohet me vepra të mira dhe me përullësi dhe adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kur prishet zemra me besim edhe morali që është në zemër, do të thonë prishet, atëherë prishen edhe veprat e gjymtyrëve. Do të nuk ekziston njeri me zemër të mirë dhe vepra të këqija. Do të thonë nuk mund të ketë ashtu si thonë se unë e kam zemrën të mirë, edhe nuk ka nevojë, do thotë nuk kam nevojë të përulem Allahut. E kam zemrën e mirë. Çfarë zemre është e mirë? Çfarë zemre e mirë është ajo që nuk turprohet ti bëj mëkatet. Do të thonë ti thej urdhrat e Allahut ose ti shkel ndalimet e Allahut subhanahu wa taala. S'mund të jetë ajo zemër e mirë. Patjetër kur përmirësohet zemra, patjetër do të përmirësohet trupi me vepra të mira. Edhe kur prishet zemra, patjetër se kjo do të shfaqet në
bërjen e mëkateve dhe largimin prej urdhrave të Allahut subhanahu wa taala me trup, me gjymtyr. Pra qëllimi është se kjo mendja, që quhet arabisht aql, edhe gjuha arabe është ajo në të cilën Allahu e ka shpallur Kur'anin, dhe patjetër se secila fjalë ka kuptim. Fjala aql, e keni dëgjuar se mendja si thuhet aql arabisht. Por çfarë kuptimi ka gjuhësor, etimologjik, domethënë fjala aql? Do të thotë lidhje. Domethënë si do thotë i thuhet domethënë që të lidhet kafsha, që të mos bëhet dëm. Domethënë asaj thuhet aql. Si është në hadith iqilha, domethënë lidhe një herë, pra devën, pastaj mbështetu. Domethënë kjo që do të thotë se akli i njerëzit është që e lidh nga punë tek qia. Domethënë e lidh që mos bie mendja e shëndosh ose logjika e shëndosh, edhe mendja e fuqishme që është në zemër, e bën njeriu që i bën pengesë njeriu. Domethënë shumë njerëz e nxisin emocionet edhe epshet që të bëjë për shembull të hakmerret ose ka mundësi, domethënë e nxisin rrethonat që të tradhtoj, por mendja e shëndosh e ndalon, domethënë që mos bjerë në atë nivel. Prandaj kësaj thuhet mendje. Prandaj thash mendja e vërtet e bën njeriu që të punoj për atë që është e përhershme, për ahiretin. Kurse mungesa e mendjes edhe ose posedimi i zemrës që nuk kupton, që nuk ka mend, e bën njeriu që ta lërë ahiretin edhe të merret me dunjan. Kur njeriu e di me logjikën e tij, domethënë natyrale, e di se këtë dunja do ta lërë një ditë, patjetër do ta braktisë. Mirë po, nuk ka mendje të fuqishme në zemër që ta di se duhet të punoj për ahiret më shumë se sa për dunja, dhe ta di se duhet të adhuroj vetëm krijuesin subhanahu wa taala dhe askën tjetër përveç tij. Ka thënë, kjo mendja është shenjë e islamit të vërtet. Dhe islami i vërtet të një njeri, domethënë kuptimi i vërtet i fesë, i Kuranit dhe Sunetit, e bën njeriu që të ketë mendje të shëndosh, të fuqishme. Domethënë patjetër ato janë të lidhura. Edhe për këtë shkak ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tu'jabu bi islami imri'in hatta ta'rifu 'uqdata 'aqlihi. Domethënë mos t'ju mahnis islami i dikujt përderisa ta njihni fuqinë e lidhjes së mendjes së tij. Domethënë sa e mban mendja e tij, aty domethënë sa kur e sheh se sa është i mençur, edhe si vepron sipas logjikës fuqishme dhe të shëndosh, atëherë mund të jesh i kënaqur edhe me fenë e tij. Përndryshe, ajo feja pa mendje, pa kuptim, domethënë në shumicën e rasteve nuk qëndron. Domethënë patjetër duhet të jetë feja me kuptim të thellë, me argumentim. Prandaj ata që nuk kuptojnë, mendojnë se fetar janë njerëzit që nuk kuptojnë. Domethënë kur si tregojnë histori të lloj-llojshme, domethënë kur gjithë njerëzit janë çmendur, atëherë i llogarisin ata të mençurit se janë çmendur, kurse të çmendurit në rregull. Dhe për këtë shkak ata të cilët s'mund ta kuptojnë, megjithëse kjo fe që të kuptohet është e lehtë, është lehtë të kuptohet, mirë po duhet të ketë zemër të shëndosh, mendje të shëndosh. Edhe atëherë mendojnë se fetarët janë vetëm që ndjekin tradita, vetëm imitime të kota, ose nuk kuptojnë, nuk e dinë shkencën, ose mendojnë se paguhen e kështu, më thanë, me të vërtet, ai njeri që është fetar, kur i dëgjon këtë fjalë, është se sa të cekët në mendje janë ata, se ne nuk e kemi kap këtë fe për asgjë përveç se për shkak të kuptimit të thellë dhe për shkak të argumenteve të padyshimta edhe të fuqishme. Dhe këtë fe e mbajmë me bindje, jo për ndonjë interes ose as për vetëm atribuim kombëtar ose familjar ose nuk ka lidhje.
Domethënë, fenë e mbajmë për shkak se është puna më e mençur që ekziston. Domethënë, më në përputhje me mendjen e shëndosh. Prandaj edhe nuk na bëhet qefi të ketë njerëz fetar që nuk kuptojnë, edhe nuk janë të mençur, edhe që nuk i dinë gjithashtu edhe çështjet e jetesës së dunjas, jo vetëm për çështjet e ahiretit. Pra edhe kjo, shikoni, domethënë çfarë renditje e mahnitse, domethënë si e ka futur këtë hadith dhe këtë temë në këtë libër që flet për moralin. Gjithashtu edhe morali nuk ka mundësi të ketë njeriu moral të lartë pa pasur mendje të fuqishme. Edhe dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe para ardhjes së shpalljes nuk i ka bërë ato vepra që kanë qenë të përhapura edhe kanë qenë të zakonshme në atë shoqëri. Edhe të gjithë njerëzit. Domethënë nuk thot njeriu i mençur, po të gjithë po bëjnë kështu. Njeriu i mençur duhet të dallojë me mendjen e tij. Si ka mundësi të thotë të gjithë e bëjnë kështu edhe ne do ta bëjmë. Domethënë patjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka rënë, domethënë as në adhurimin e idhujve, as në çështje domethënë të moralit të ulët si alkooli, dhe edhe mushrikët para ardhjes islamit kanë thënë disa me kuptim, domethënë njeri nuk është njeri i mençur ai që me dorën e vet e humb mendjen. Domethënë pi alkool ose drogë ose çështje që ja humbin mendjen. Si ka mundësi njeriu i mençur t'ia lejoj vetes këtë? Edhe kështu disa prej sahabëve si Abu Bekri dhe të tjerë, domethënë edhe para islamit nuk kanë qenë do thotë në këto nivele që ka rënë shoqëria. Edhe prandaj gjithmonë e lidhim këtë temë me këto propagandat kriminale të atyre që pretendojnë se janë kombëtar edhe e bëjnë popullin tonë si popullin më të ulët. Kurse ne jemi të bindur se populli jon ka qenë më i mençur i këtu në Ballkan që e ka pranuar islamin. Edhe ka hyrë kështu me shumicë në islam, pastaj janë mundu okupime serbe, bullgare, komuniste, gjithë janë mundu të ashkullin islamin nga zemrat e këtij populli, nuk kanë mundur. Domethënë, kjo tregon që kanë mendje më të fuqishme dhe më të shëndosh. Mirë, në temën tjetër, dhe ajo që ishte më rëndësi, domethënë ta kuptojmë se realiteti është që zemra ose mendja është në zemër dhe jo si thonë materialistët. Dhe gjithashtu këto emocionet tjera që ka përmend Aliu radhiyallahu anhu, Allahu alem, domethënë është nuk di, a ka argumente tjera në hadithe ose jo, por kjo fjalë tregon se zemra gjithashtu është mbreti i të gjitha pjesëve të trupit. Edhe mendja pra që është në zemër, është që i kontrollon gjithë trupin edhe gjitha organet tjera dhe gjithashtu zemra është ajo që i kontrollon të gjitha emocionet tjera. Në hadithin e radhës ose në temën tjetër, thot autori rahimahullah bab al-kibr, domethënë tema e mendjemadhësisë. Ka thonë, حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب ابن زهير عن زيد بن أسلم قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. Pra me këtë zinxhir transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma se ka thonë كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان thot ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe erdhi një njeri prej beduinëve, do të thënë prej shkretirës, i cili kishte të veshur një xhybe që i thon sijan, do të thënë është një xhybe thot cilësore me qëndisje të mëndafshit, kështu me radhë, me ngjyrë jeshile. Thot hatta qama ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qal. Do të thënë erdhi për mikok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dihet kjo që beduinët kanë qenë me sjellje të vrazhd,
dhe të ashpër, ka ardhur te koka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: inna sahibakum qad wada'a kull faris, aw qal yuridu an yada'a kull faris wa yarfa'a kull ra'. Thot ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë njerëzve, atyre që kanë qenë prezent, ka thënë: ky shoku juaj do ta ule secilin kalorës dhe ta ngrej secilin çoban. Më thënë, pra ata njerëz që janë me pozit edhe që janë me, do më thënë, fisnikëri e kështu me radhë, do t'i ul. Kurse këta të thjeshtit që janë çoban edhe, do më thënë, barinj, do t'i ngrej në pozit lartë. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi për xhibën e tij edhe i tha: Ala ara alayka libasa man la yaqil. Ka thënë, pse ke veshur rrobat atyre që nuk logjikojnë, nuk kuptojnë. Thumma qal, pastaj ka thënë: inna nabiyya Allahi Nuhan alayhi salatu wassalam lamma hadarathu alwafatu qala libnihi. Ka thënë, profeti Allahut Nuhi alayhi salatu wassalam, kur i erdhi vdekja atij, i tha birit të tij: inni qasun alayka alwasiyya. Do të thënë, do ta tregoj porosin ose vasijetin apo testamentin. Amuruka bithnatayn wa anhaka an ithnatayn. Ka thënë, të urdhroj për 2 gjëra dhe të ndaloj për 2. Amuruka bila ilaha illa Allah. Do të thënë, të urdhroj me fjalën la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illa Allah fi kiffa la rajahat bihin. Sepse 7 qiejt edhe 7 tokat, nëse vihen në njërin anë të peshorës dhe vihet la ilaha illa Allah në anën tjetër të peshorës, do të thonë la ilaha illa Allah do t'i peshoj edhe do të rëndoj më shumë. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمهن لا إله إلا الله. Edhe sikur 7 qiejt dhe 7 tokat kishin qenë një hallkë e fuqishme, e pathyeshme, do t'i kishte thyer fjala la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. Edhe fjala subhanallahi wa bihamdihi. Fa innaha salatu kulli shay. Sepse kjo fjalë, do të thonë, është lutja e çdo gjëje. Çdo gjë që ekziston, lutet Allahut me këto dhikra. Wa biha yurzaqu kullu shay. Edhe me këto furnizohet çdo gjë. Do të thënë, këto janë 2 urdhrat. Pra, la ilaha illallah dhe subhanallahi wa bihamdihi. Me këto e ka urdhruar Nuhu alayhi salatu wassalam djalin e tij. Ka thënë: wa anhaka ani shirki wal kibr. Edhe të ndaloj 2 çështje që ishin, të ndaloj të bësh shirk dhe të kesh mendjemadhësi. Ka thënë dikush prej sahabeve: ja Rasulullah, hadha shirku qad arafnahu, fama al-kibr. Ka thënë, shirkun e njohim, e kemi kuptuar se çka është shirk. Çka është mendjemadhësi? Çka do thotë mendjemadhësi? Dikush ka thënë: huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. A është mendjemadhësi që dikush të ketë rroba të bukura që i vesh? Ka thënë jo. Ka thënë tjetri ose ai i njëjti: fa huwa an yakuna li ahadina na'lani hasnatan. Do të thënë, është mendjemadhësi që dikush të ketë këpucë të bukura. Lahuma shirakani hasanan. Do të thënë, këpucë bukura që i kanë lidhsat e bukura ose të shtrenjta. Ka thënë jo. Ka thënë: fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha. A është mendjemadhësi që të kemi dhe një kafshë të bukur, të madhe, të fuqishme që udhtojmë me të? Ka thënë jo. Ka thënë: fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilayhi. A është mendjemadhësi që njeriu të ketë shumë shok që e rrethojnë dhe rrinë pranë tij, do të thënë nderojnë, kështu është kjo mendjemadhësi? Ka thënë jo. Ka thënë: ja Rasulullah, fama al-kibr. Pra, oj dërgori Allahut, ç'është mendjemadhësia? Ka thënë: safahu al-haqqi wa ghamtu an-nas. Do të thënë, është nënçmimi i të vërtetës ose refuzimi i të vërtetës në tjetër transmetim dhe
poshtrimi I njerëzve. Do të thënë, kjo është mendemadhësi. Mendemadhësi është kur njeriut I vjen e vërteta, e qartë, dhe e refuzon. Do të thënë, nuk do ta pranoj, se nuk do ti nënshtrohet vërtetës. Do të thënë, kjo është mendemadhësia më e madhe dhe më e keqe, më e tmerrshme. Safahul haq. Do të thënë, sikur nënçmimi kur e bën të vërtetën, sikur të palogjikshme ose të pamençur, sikur atë që tham pak më herët. Do të thënë, kur argumentet e të vërtetës janë të qarta dhe njeriu I nënçmon edhe thot se këta s'kuptojnë ose këta janë çmendur. Si I kanë thonë pejgamberëve. Ka thonë Faraoni, pra ky I dërguari juaj, ka thonë për Musajin alayhi salatu wassalam, ky që ka I çmendur. Ose dëgjojeni çka thot, pra si me nënçmim. Ky nënçmimi I të vërtetës ose refuzimi I të vërtetës është mendemadhësi. Pastaj ghamtun nas ose ghamsun nas. Kanë këtu po ghams, jo gham. Do të thënë ghamsun nas, pra ulja e njerëzve. Kam thonë në kuptimin, do të thonë dietarët, kuptimi gjuhësor I kësaj fjale, është do të thotë kur njeriu para njerëzve të tjerë e ngre hundën, do të thonë se nuk I llogarit ata të vlefshëm. Për shembull nuk do të qëndroj me dikan për njerëzve, ose nuk do të flas me dikan, ose nuk do të ketë lidhje me dikan për njerëzve se nënçmon për çështje, domethënë për pasurinë ose për preardhjen ose për ngjyrën e lëkurës ose për mënyrën e veshjes, domethënë nuk do të qëndroj me një njerëz të tillë. Kjo është ghamsun nas, domethënë ulja e njerëzve. Këto vijnë kryesisht, do të thënë, mendemadhësia dhe vetpëlqimi janë të lidhura. Do të thënë, kur njeriu ka pëlqim të vetvetes, mendon se ka vlerë, do të thënë, ose për shkak të preardhjes, për shkak të prindve, për shembull, ose të familjes, mendon dhe pretendon se është më I vlefshëm se të tjerët, ose për shkak të pasurisë, ose për shkak të një zanati, për shembull, ose punën që e ka, mendon se është më I vlefshëm se të tjerët. Atëherë, kësaj thuhet vetpëlqim. Kurse mendemadhësia është pastaj rezultati I vetpëlqimit, edhe është diçka shtesë. Do të thënë, kur njeriu mendon se në vetvete ka diçka, do të thënë kësaj thuhet vetpëlqim. Kurse kur mendon se të tjerët janë më të ulët se ai, thotë atëherë është mendemadhësi. Edhe të dyja këto, do të thënë, rezulton pra mendemadhësia nga vetpëlqimi, por të dy këto përshkrime që I ka dhënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kanë lidhje, do thotë nënçmimi I njerëzve dhe refuzimi I të vërtetës janë të lidhura, sepse njeriu ka vetpëlqim edhe mendon se është më I lartë se sa ti nënshtrohet, do të thënë ti nënshtrohet edhe Zotit subhanahu wa taala, siç ka bërë Iblisi. Do të thënë ka thonë unë jam më I mirë se ai. Pra kjo është mendemadhësia. Vetpëlqimi njerë ka mendu për vete se është I mirë, pastaj nënçmimi I krijesës tjetër, ka thënë ajo është më e ulët se unë. Për këtë shkak e ka refuzuar të vërtetën, që është urdhri I Allahut subhanahu wa taala. Edhe sikur edhe nëse kishte qenë e vërtet, ky pretendimi I Iblisit, edhe po të kishte qenë I vërtet, sikur të kishte qenë njeriu krijesë më e ulët se shejtani. Nëse ka urdhëruar Allahu që ti bësh sejdë, do të thënë njeriu ose krijesa që ka mendje të shëndosh, edhe që nuk ka mendemadhësi, patjetër se do ta zbatoj urdhrin e Allahut. Do të thënë pasi Allahu e ka urdhëruar që ti bëj sejdë. Nuk ka rëndësi kujt e ka urdhëruar në atë rast. Do të thënë se përndryshe Allahu ka ndaluar që ti bëjmë sejdë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Por sikur të urdhëroi Allahu, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ta kisha urdhëruar dikën që ti bëj sejdë dikujt, do ta kisha urdhëruar gruan të bëj sejdë burrit. Por nuk I bëhet sejdë askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Por nëse urdhëron, atëherë nuk e shohim për këm bëhet fjalë. Prandaj
Për secilën çështje besimtari për bindjen ndaj prindve për shembull, ose bindjen ndaj pushtetarëve, nuk e shikojmë për kë bëhet fjalë, po e shikojmë kush na ka urdhëruar. Na ka urdhëruar Rabbul Alamin, Zoti i botëve dhe Zoti i qiellit dhe tokës. Shikoni se si i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka argumentuar me fjalët e profetëve të më hershëm. Domethënë se rruga e pejgamberëve ka qenë e njëjtë çdo herë, që nga Ademi alayhi salatu wassalam, domethënë besimi është i njëjtë, por ligje u kanë ardhur ligje të ndryshme pejgamberëve të ndryshëm, kurse rruga besimi është e njëjta. Për këtë shkak, shumë herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe fjalët ose veprat e pejgamberëve të mëparshëm. Edhe ka përmendur këtu për Nuhun alayhi salatu wassalam, i cili është i dërguari i parë të njerëzimit, i dërguari i parë i Allahut për të njerëzimi. Pasi nga krijimi Ademit alayhi salatu wassalam, njerëzit kanë qëndruar në tauhid për 10 shekuj. Domethënë secili shekull ka nga 100 vjet. Pra 10 shekuj njerëzit kanë vazhduar në tauhid, të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala, derisa ka ardhur koha e këtij populli, kur të cilët kanë pasur disa njerëz, në mesin e tyre ka pasur disa njerëz të mirë, ibadetxhi të mëdhenj, edhe njerëz që domethënë që kanë bërë shumë adhurime, dhe kur kanë vdekur ata, atëherë për shkak të teprimit për njerëz të mirë, edhe për shkak të ndërtimit mbi varre, domethënë ka ardhur përfundimi që i kanë adhuruar ata dhe krahas Allahut subhanahu wa taala, i kanë adhuruar ata në vend të Allahut të lartësuar. Edhe atëherë ky shirk, domethënë është thelluar në zemrat e tyre, edhe ka luftu atëherë Nuhi alayhi salatu wassalam, ka luftu me thirrje 950 vjet dhe nuk e kanë pranuar tauhidin, nuk kanë pranuar të vërtetën. Ka thonë Allahu i lartësuar se populli i tij kanë thonë la tadharunna alihatakum, kanë thonë mos i braktisni asesi të adhuruarit tuaj, mos i braktisni asesi, ose kur kanë thonë pra ecni dhe duroni, animsu wasbiru ala alihatikum, do të thonë bëuni të qëndrueshëm, mos lëshoni vazhdoni të adhuroni këta që i keni adhuruar. Inna hadha la shay'un yurad, kanë thënë kjo është ajo që duhet, ajo që kërkohet. Do të thonë që të jemi mos ta lëmë fenë e të parëve. Kanë pretenduar se është feja e të parëve, që kanë pretenduar se feja e të parëve është shirku. Megjithse paraardhësit nga Ademi alayhi salatu wasalam për 1000 vjet kanë qenë në tauhid, nuk kanë adhuruar tjetër kanë. Mirë po, ata kur kanë deviju, kanë thënë mos i lini do thot të adhuruarit tuaj, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Do të thonë këta 5 emra kanë qenë wad, suwa', yaghuth, ya'uq dhe nasr. Dhe për shkak të tyre kanë devijuar shumë njerëz. Thot ka thënë Nuhu alayhi salatu wassalam, siç përmend Allahu në Kur'an, wa qad adallu kathira. Domethënë, ata kanë devijuar shumë njerëz, kanë devijuar shumë prej njerëzve me këta 5. Kur ka ardhur Nuhu alayhi salatu wassalam, edhe u ka thënë një gjë: u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Domethënë adhuroni Allahun, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Domethënë askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, 950 vjet me këtë thirrje, nuk ka kërkuar prej tyre shpërblim ose pagesë ose pozit, por ka kërkuar vetëm që të adhurojnë Allahun. Nuk ka luftuar për të marrë pushtet, për të marrë mediat, për të hyrë në ushtri, për të arritur, domethënë për të marrë pushtetin, siç bëjnë Ikhwanul Muslimin ose grupacione tjera, ose domethënë gjitha këto lëvizjet e xhavarixhëve, të cilët pretendojnë se duan të gjykojnë sipas shariatit, por
thonë, du më gjykojmë sipas shariatit, duke i vrarë këta pushtetarë për ne ta marrim pushtetin. Kjo, kurse pejgamberët e Allahut nuk e kanë bërë këta, vetëm i kanë thënë u'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Pra adhuroni Allahun, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Vetëm atë adhurojeni. Megjithatë, 950 vjet me këtë përpjekje, ka thënë Allahu wa ma amana ma'ahu illa qalil. Edhe megjithatë, do të thonë nuk besuan me të përveç se një numër shumë i vogël. Do të thonë shumë pak veta kanë besuar me Nuhun alayhi salatu wassalam. Atëherë Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar Nuhun alayhi salam që të lutet kundër tyre. Edhe është lutur, ka thënë thot Allahu wa qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dajjara. Ka thënë Nuhu, o Zoti im, mos lër asnjë mosbesimtar mbi tokë. Mos lër asnjë, do të thënë, asnjë mosbesimtar. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Se nëse i lë, i devijojnë robrit e tu. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Edhe ata vetëm do të lindin, do të thënë, kriminal dhe mosbesimtar ose mohues. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur Nuhut alayhi salatu wassalam se nuk ka hajër te këta njerëz, edhe nuk udhzohen asnjëherë, nuk do t'i udhzojë Allahu, prandaj ka thonë lutu kundër tyre dhe është lutur Nuhu alayhis salam që t'i shkatrojë të gjithë, se nëse mbetet dikush do t'i devijojë robrit e tu, do të thënë këta që kanë besu me Nuhun alayhis salatu wassalam. Pra pas kësaj jete, kështu të mbushur me davet për tauhid, gjithashtu edhe porosia e pejgamberëve gjithmonë. Shikon, secili pejgamber që është përmendur në Kur'an, gjithashtu edhe Jakubi, edhe Ishaku, edhe Ibrahimi, alayhimus salatu wassalam, edhe Nuhu alayhis salatu wassalam, edhe është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Porositë e fundit gjithashtu kanë qenë për tauhid. Pra shikoni Nuhu alayhis salam ka thënë porosisë, pra cili ka qenë vasijeti ose testamenti, si me nda pasurin, ose ku me punu, ose kështu. Jo, ka qenë testamenti, dhe më thënë që të vazhdoj në fjalën la ilaha illallah. Edhe ta shtoj thënjen e fjalëve subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Kemi shpjegu më herët, dhe më thënë këtë dy fjalë subhanallah, dhe thot mohim i çdo mangësie që i mvishet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pastrim me lartësim të Allahut madhërisëm. Edhe bihamdihi ose alhamdulillah do thot se Allahu t'i përshkruhet çdo cilësie për sosmërisë, si ka thënë ai për veten e tij ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta. Do të thonë çdo gjë që është e përsosur për cilësive të Allahut i takon Allahut. Ai është i përsosur në çdo gjë. Pra ky është kuptimi i këtyre dy fjalëve, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Dhe si thot këtu Nuhu alayhi salatu wassalam, se kjo është lutja e çdo gjëje. Do të thënë të gjitha krijesat luten me këto fjalë. Për me lajket, Allahu ka thonë yusabbihuna bihamdihi. Do të thënë vazhdimisht thonë subhanallah wa bihamdihi. Vazhdimisht thonë me lajket. Do të thënë, por gjithashtu edhe për çdo krijesë ka thonë Allahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Do të thënë secila çdo gjë që ekziston i bën tasbih Allahut. Pra thot subhanallahi wa bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mirë po ju nuk mund ta kuptoni tasbihun e tyre. Dhe ja ka ndaluar ose ja ka lënë porosi djalit të tij që të ruhet prej shirkut dhe prej mendjemadhësisë. Edhe është shumë interesant ndërlidhja e këtyre. Do të them pse përmenden bashk, pasi mendjemadhësia me shpjegimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është refuzimi i të vërtetës. Dhe refuzimi i të vërtetës e çon njeriu në shirk. Do të thënë kur si në ajetin që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, pra le të ruhen, le të kenë kujt, do të thënë le të jenë të paralajmëruar ata që e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se atyre do t'i ndodh fitne. Edhe ka thënë Imam Ahmedi, fitne është shirku. Do thotë
ata do të bien edhe në shirk, duke i refuzuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i ka thënë ruhu prej shirkut dhe prej mendimadhësisë. Pra nga ky hadith e kuptojmë se është e lidhshme në shariat që të lihet testament para vdekjes, pra duhet ta bëj secili, dhe tregohet vlera e fjalës la ilaha illallah edhe fjalës subhanallahi wa bihamdihi, dhe se gjithashtu këto fjalë janë shkak për shtimin e rrezikut, për shtimin e furnizimit për secilin njeri. Domethënë sa më shumë i shtohet padyshim furnizimi në ahiret, se ka thënë në tjetër hadith ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që flet për Mirajin, se cila ka qenë selami Ibrahimit a.s. për ne, për këtë umet. Besoj që e dini, ja? Ka thonë, pra bëni selam umetit tënd. Në ka bërë selam Ibrahimi a.s. Edhe ka thonë, tregoj se xheneti është tokë pjellore, edhe e pregaditur. Mbillet me subhanallahi wa bihamdihi. Edhe subhanallahi l'adhim, ose si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, do të thënë, edhe ky hadith është prej argumenteve të mizanit. Do të thënë se nëse vendosen në 7 qiejt dhe tokat në njërën anë të mizanit, të peshores, edhe vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër, peshon fjala la ilaha illallah më shumë. Do të thënë se mizani është hak peshore e vërtet që ka 2 anë, dhe me të matën veprat e njerëzve, matën njerëzit, gjithashtu dhe matët imani i njerëzve. Në këtë hadith vërtetohet se tokat janë 7 kat, siç janë qiejt 7 kat. Po ashtu e kuptuam nga ky hadith se veshja e bukur nuk është mendjemadhësi. Do të thënë kur njeriu do të ketë pamje të bukur dhe të mirë, nuk është kjo në vetvete mendjemadhësi. Por nëse me këta i nënçmon njerëzit edhe fiton vetë pëlqim, atëherë Allah na ruajt prej asaj cilësie. Edhe thamë, e pam që krahasohet mendjemadhësia me shirkun, që është, do të thënë, shumë e rrezikshme, sepse kur njeriu vazhdon ta refuzojë të vërtetën, do të thënë, mund të arrijë deri në nivelin e shirkut. Allahu na ruajt. Në hadithin tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا مسدد قال حدثنا يونس ابن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة ابن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma transmetohet se ka thënë, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadban." Do të thonë, kush e madhron veten e tij ose ec me mendjemadhësi, do të takojë Allahun duke qenë Allahu i zemëruar ndaj tij. Thot folëm që mendjemadhësia është pra refuzimi të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Mirpo kjo cilësi nëse është e dikush, do të thënë shfaqet në lëvizjet e tij, shfaqet në veprat e tij ose në fjalët e tij. Për këtë shkak duhet njeriu shumë të ruhet prej këtyre cilësive, se ka thonë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ta'azzama fi nafsihi", pra kush e zë veten shumë të madh, kush e llogarit veten se është i madh, do të thënë ose pretendon se është i madh, është i rëndësishëm ose i fuqishëm, edhe ose e ndjen këtë, edhe pa thonë, e ndjen vetvete se është shumë i mençur, i zgjuar, ose i fortë, i fuqishëm, ose i aftë, i shkaftë, edhe harron se këto janë dhunti nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj njeriu që e njeh Allahun e lartësuar turprohet për Allahut që tregohet i madh. Do të thonë, e di se nuk ka asgjë tek ai
Përveç se është dhunti nga Allahu. Të gjitha janë, do të thonë, dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Si ka mundësi atëherë njeriu t'ia përshkruaj këto të mira vetes vet. Prandaj, nëse do të thonë llogarit veten të madhe, atëherë e ka harruar se këto mirësi që i ka janë nga Allahu subhanahu wa taala dhe nga dhuntia dhe mëshira e Allahut të lartësuar. Mendon se meriton diçka prej të mirave ose i ka fituar vet. Siç ka thënë Qaruni, ka thënë innema utituhu ala ilmin indi. Do të thonë këto pasuri kanë fituar me diturinë, shumë i mençuri hamuna, do të thonë. Ka menduar dhe ka thënë me diturinë që e kam fituar këtë pasuri. Dhe ka harruar se edhe dituria dhe pasuria është dhunti nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe beson, ka njerëz që besojnë se janë të përsosur pa të meta. Dhe gjitha këto janë prej shfaqjeve të mendjemadhësisë. Edhe prandaj nëse e ka këtë mendjemadhësi, atëherë kur të takoj Allahun, më thënë Allahu do të jetë i zemrum ndaj tij, sepse Allahu ka thënë, do ta lexojmë hadithin më vonë, do të thënë në mësime të tjera, ka thënë krenaria është pelerina ime dhe madhështia është izari im, edhe ka thënë kush do t'i marrë ato, atëherë e dënoj, do të thënë, e dënoj në zjarr. Kush do t'i marrë këto cilësi që i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë madhështia edhe krenaria janë cilësi të më të madhërishmit, edhe të gjithë pushtetshmit subhanahu wa taala. Kurse njeriu është rob i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse do t'i marrë këto cilësi, atëherë Allahu e dënon në zjarrin e xhehenemit. Do të thonë dhe është i zemrum ndaj tij ditën e gjykimit kur të takohet ai me Allahun subhanahu wa taala. Pra duhet ta ketë parasysh njeriu se Allahu i madhërisëm ka thënë wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Do të thonë çdo dhunti që e keni është nga Allahu. Dhe me këto dhunti njeriu duhet të gëzohet, edhe të jetë mirënjohës, ta falenderojë Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu." Do të thonë thuaj me dhuntitë e Allahut dhe me mëshirën e tij. Me këto le të gëzohen. Që është dhuntia më e madhe, është dhuntia e udhëzimit. Me ato duhet të gëzohet njeriu, që Allahu ja ka dhuruar kuptimin e kësaj feje, edhe ja ka dhuru dhuntin e udhëzimit, ecjes në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dhunti që nuk mund të krahasohet me asgjë. Do të thënë, njeriu nuk mund ta marrë me mend se sa e madhe është kjo dhunti, që Allahu ta ka bërë të mundshme të ecësh pas gjurmëve të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është vetëm pastër, vetëm dhurat dhe dhunti nga Allahu. Nuk është me asnjë merit dhe asnjë fuqi nga ana jon. Prandaj duhet njeriu të jetë gjithmonë mirënjohës, falënderues dhe i përulur. Pra ka thënë ta'adhama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi, ose ec duke u fry, do të thënë duke u tregu i fuqishëm ose i madh. Kjo është ecje që e urren Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo shfaqet në mënyra të lloj-llojshme. Do të thënë ndonjëherë shfaqet edhe te veshja. Pra nuk është vetëm veshja e robës re ose të pastër ose të bukur, nuk është ajo mendjemadhësi. Mirë po, dikush me mendjemadhësi e shfaq mendjemadhësinë edhe në veshje. Edhe një prej këtyre formave të mendjemadhësisë është lëshimi i robës poshtë nyjes së këmbës. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Do të thonë, çdo robë që është poshtë zogut të këmbës është në xhehenem. Do të thonë, ai njeri ose ai njeri që e vesh robën që ka poshtë zogut të këmbës ose nyjes këmbës është në xhehenem. Dhe ky është definicion për mëkatet e mëdha. Do të thonë, kur tregohet dënimi me xhehenem për një mëkat, do të thonë se është prej mëkateve të mëdha, se është haram edhe prej gjunave të mëdha, nuk është prej gjunave të vogla. Prej gjunave të vogla ka mundësi
do të thënë nuk përmendet dënim i caktuar ose mallkim ose zemrim nga Allahu. Pra mendje madhësia u përmend se Allahu është i zemruar ndaj tij. Edhe kjo padyshim se tregon që është prej mëkateve të mëdha. Edhe këtu në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mbajtja e rrobave poshtë zogut këmbës është shkak për të hyrë në xhehenem, që do të thonë se është prej mëkateve të mëdha. Edhe për këtë shkak njeriu nuk duhet të jetë neglizhent ndaj kësaj. Shumë prej dietarëve kanë përmend për shembull Dhahabiu e ka përmend te mëkatet e mëdha, libri mëkatet e mëdha është përmendur edhe mbartja e izarit ose rrobës, domethënë poshtë zogut këmbës. Mjafton, domethënë njeriu që teshat poshtë nyjes këmbës, domethënë mjafton që ka kundërshtuar urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar këtë. Edhe mjafton që nuk i bëhet vonë për këtë kërcënim, për zjarrin e xhehenemit. Edhe gjithashtu kam thënë disa prej dietarëve se është për ngjasim me gratë, sepse gratë janë ato që duhet ta kenë rrobën nën nyjet e këmbëve, kurse burri, domethënë duhet ta ketë përmi. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Domethënë Allahu i ka mallkuar ata burra që përngjasohen me gratë. Wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal, dhe i ka mallkuar Allahu ato gra të cilat përngjasohen me burrat. Pra duhet secili ta ketë të qartë identitetin e vet gjinor. Ashtu i thonë sot, domethënë me identitet gjinor, ajo është identiteti është ashtu si është njeriu, nuk ka mundësi të ndryshohet asnjëherë. Pra në këtë hadith e kuptojmë dënimin për mendjemadhësinë dhe fryerjen ose domethënë tregimin kur tregohet njeriu i madh. Edhe gjithashtu vërtetohet kjo cilësi e Allahut, cilësia e zemrimit, se është prej cilësive të përsosmërisë që i takon Allahut subhanahu wa taala dhe pa u përngjasuar me askënd. Mjaftojmë për sot me kaq. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.